Drejtor menaxhues. Faleminderit shumë zoti Fetar. Faleminderit edhe për juve, përshëndetje. Përshëndetje, shumë kënaqësi, sidomos kur flasim për diçka është kaq edhe humane, përveç që është biznes për juve, për njerëzin është shumë humane sepse ndihmoni dhe jeni dorë e shumë atyre që për arsye ndryshme s'mund të jenë në shtëpi 24/7. Po, ne jemi Spitex Albas Fisker, një kompani e cila ofrojmë shërbime infermierike shëndetësore në shtëpi, po mbi gjitha dhe kujdesin paliativ në shtëpi. Pikrisht kjo ka qenë edhe ideja për persona me nevoja të cilat janë me smundje të avancuar, ose të cilët nuk mund edhe televizin hiq, ose nuk e kanë as kanë veti. E veçanta është që Spitexi jonë është krijuar dhe është formuar, stafi jonë është trajtuar në Zvicër në bashkëpunim me Spitexet, të cilët punojnë dhe bashkëpunojnë në Zvicër. Kjo dhe na ka shtyrë që kemi dashur të sjellim një standard evropian edhe në Kosovë. E pse jo, kur me një telefonat dhe me një staf të mrekullueshëm dhe cili është profesionalist, të shërbimi qoftë për prindin që është me nevojë dhe diçka. Zoti Hasani, për ata që po na ndjekin sidomos diaspora, sepse edhe Panairi është Expo Diaspora, kemi një lidhje të madhe me diasporën. Ata të cilët jetojnë jashtë vendit dhe pa dashje, me dashje, nuk e kanë asnjë mundësi me qenë 12 muaj të vitit, pavarësisht që shumica i marrin prind 2-3 muaj në shtetet ku jetojnë, por prapa ata prind jetojnë vetë. Çka i ofrohet saktësisht këtyre bashkëdhetarëve për kujdesin e prindve tyne? Do më thonë, Spitexi jonë është krijuar pikrisht në rregullin e Spitexit në Zvicër, ku edhe kemi familjet që i kanë krijuar Spitexet. Të gjitha shërbimet që ata i marrin, po supozojnë në Zvicër, në Gjermani dhe ku do që jenë, janë të njëjta shërbime që mund t'i marrin edhe në Kosovë. Do më thonë, mos të hezitojnë, të paktën të aprovojnë dhe të binden që po supozojmë një prind ose e lën një pushim nuk e kryen Kosovë për ka shërbimet, vetëm do të jenë dhe do të bindet që edhe ne mund të ofrojmë shërbim cili do të qoftë në Evropë. Nëse mua duhet një infermiere 8 orë para ditës sa jam punë me u kujdes për një familjar, ka diçka të tillë? Po, gjithmonë bën shërbime, kemi shërbimet me orë, shërbimet me 8 orë, 24 orë, në përket Kosovën, gjithmonë sipas marrëveshje me palën dhe kërkesën, varet gjithmonë cila është nevoja e pacientit ose palës dhe familjes që kërkon. 24/7? 24/7, ende nuk kemi arritur për shkak natës, mirë por prej 7 deri në 10 mramës e kemi shërbimin prej 15 orëve. Edhe vikende? Edhe vikende 7 ditë në javë. E nëse kemi nevojë për shërbimet vogla, një infuzion, ku ta diun? Të gjitha, do më thonë përveç Spitexit të cilat kryen në Evropë, Kosova ka mjaftueshëm staf dhe infermierë të cilët tashmë e njohin punën, të gjitha prej tableta orale, muskulare, intravenoze, çdo send që i takon një stafi infermierik mund ta kryejnë kurdo në çdo kohë. Dhe pyetja e fundit është vetëm në Prishtinë apo në gjithë Kosovën? Në Prishtinë kemi qendër, kurse shërbimet me marrëveshje i bëjmë në këtë territorin e Kosovës. Sa më shumë? Kërkesat më së shumti gjendet në qytetin e Prizrenit, që kemi deri tash, në Pej, në Prishtinë, pastaj Suarek dhe kështu. Pika kryesore është Prishtina, normal që ka mas shumë ti banor, ka kërkesa shumë. Sidomos ku ka njerëz të diasporës dhe që janë pushim. Diaspor ka dhe Gilani shumë. Kemi pasur, harrova kërkoj folje, kemi pasur edhe të Gilanit. Ka bojnë Gilani ma shumë t'i ka në Zvicër, nuk jam e sigurt. Por që kjo është një lajm i mirë në mesin e këtij kaosit që po jetojmë, sepse brenda mundësive të gjithë duhet punojmë, sepse pa punë dhe pa të hyra materiale nuk mund të kujdesemi. Njëkohësisht e kemi profesionistët që vinë kujdesen për më të dashurit tanë. Me respektin më të madh dhe me profesionalizmin më të madh jemi të gatshëm kurdo që të paktën sidomos diaspora vetëm klikoni në web faqe në numër dhe bindeni për shërbimet cilësore që do t'i merrni. Po ndërkohë unë nuk e di të kjo kamera këtu janë. Ja ku kjo kamera këtu. Këtu po ju la edhe QR kodin ku mundeni me skenu edhe me u informu më shumë për faqet e Spitexut, përndryshe kjo kompani përveç që funksionon në vende tjera të Evropës, e tha edhe zoti Hasani që funksionon me të njëjtat kritera, me të njëjtat